Norma e inflacionit e matur me indeksin e çmimeve të konsumit në muajin qershor 2026 ishte 3,2% nga 2,4% në qershor të 2025-s, sipas Instat. Ky është niveli më i lartë që nga janari 2024. Ndikimin kryesor në këtë tendencë kanë dhënë çmimet e ushqimeve, të qirasë dhe transportit. Sipas Instat, rritja vjetore e çmimeve në muajin qershor është ndikuar kryesisht nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike, pasuar nga grupi qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera, ndjekur nga çmimet e grupit transporti. Sipas Instat, krahasuar me muajin qershor 2025, rritja më e madhe e çmimeve vërehet në grupin argëtim, sport dhe kulturë me 6,1%. Nga ana tjetër, çmimet e grupit veshje dhe këpucë ulën me 0,9%.